Përshëndetje miq të Radio Televizionit Korça, jemi rikthyer si çdo të njëjtë në emisionin Thash e them sport. Petrika, përshëndetje. Përshëndetje, Enea, kënaqësi që shoqërojmë së bashku këtë emision, sepse i japim publikut një hapësirë për sportin, për të folur, dhe ata të kenë mundësinë për të dhënë mendimin e tyre, po dhe ne t'ju japim disa informacione interesante, fakte dhe kryesisht tash e theme nga bota e sportit. Nga ato çfarë po ndodhin në botën e sportit. Mbetemi me një atmosferë pozitive, mbetemi në një entuziazëm, në fakt është prej edhe javën e kaluar ishim gjithashtu në një situatë mjaft të mirë sepse vinim pas fitoreve të kombëtares shqiptare edhe tani jemi në situatë mjaft. Tani jemi në një rezultat historik për futbollin korçar. Aston Villa është një ekip shumë i madh, një ekip gjigant në Angli, ku në krahasim me Skënderbeun për nga diferencat, për nga investimi, për nga gjitha, dhe djemt korçar, 19 vjeçarët, shkojnë dhe marrin një rezultat historik në stadiumin e tyre, në shtëpinë e tyre, që ndoshta po të kishin guxuar dhe pak më tepër, mund të kishin dalë, që të kishin një rezultat që ne ndoshta do të ishte i pabesueshëm të fitonin. Ndonjëherë duhet të paguzojmë më shumë, por që 1-1 në ndeshjen e parë një rezultat historik mund ta quajmë. Po, shiko, duhet të thënë diçka. Aston Villa ishte ekipi fitues në kampionatin e saj në 19 vjeçar. Mirë po, 3 lojtarë, me sa mora informacion, 3 lojtarë të Aston Villas kanë kaluar tek ekipi i parë, nuk i është dhënë shumë mundësia. Kanë kaluar dhe te U21, sepse Aston Villa ka ekipe dhe U21, dhe 3 nga pikat kryesore të ekipit të Aston Villas janë larguar nga ekipi. Gjithsesi, nuk ishin po thua? Po nuk ishin pjesë e kësaj ndeshje. Po themi që ishte një pak me dobët Aston Villa për shkak të kësaj humbje. Për shkak të largimit të tyre. Gjithsesi, ishte një ekip me shifra, domethënë të jashtëzakonshme, mbeten superior. Patjetër, se sa investojnë ata është shifra të frikshme për akademitë dhe për lojtarët. Kështu që rezultati i Skënderbeut ishte një rezultat historik, sepse bëhet fjalë për një nga klubet më të mëdha në Angli. Çunat e luajtën këtë ndeshje me grinte të plotë dhe ajo që është më e rëndësishme. Ja arritën që të marrin këtë rezultat pozitiv dhe qëndron fakti që ti the që nëse do kishin guxuar dhe mund të merrnin një barazim. Po, mund t'ja dilnin me sa pej Petrika. Me sa vurareun. Nëse luanin. Shiko, është njësia e frikës, patjetër përballesh me një ekip gjigant si Aston Villa dhe normalisht ndihesh pak inferior në fushën e lojës, por që nëse nuk do ta kishin menduar aq të madhe Aston Villa. Po, sepse nuk ishte aq e madhe. Vërtet nuk ishte aq, mund ta kishin dalë. Po, Aston Villa ishte një ekip pothuajse fizik, madje ndonjëherë më duket sikur luani me ndonjë ekip islandez, sepse ata lojtarët ishin të gjithë shtatë dhe ky ekip i Aston Villas bënte një lojë pothuajse të gjitha fizike. Prisnin korne, prisnin faule, prisnin çdo futboll anglez po, ha? Jo, futbolli anglez ka ndryshuar tashmë, domethënë nuk është më ai nga goditjet e këndit ose krosimet golat. Krosimet gjata ti ka pasur dhe i ka historikisht. Dakor, po tani ka ndryshuar futbolli. Domethënë këto nuk janë më plus shumë i madh që ti dhe pse mund t'i zotërosh, nuk mund të garantojnë sukses. Dhe loja e tyre nuk kishte një lojë fluide, pra luanin shumë ngadalë, mundonin me topa të gjatë, ndërkohë që ekipi i Skënderbeut pothuajse ishin të gjithë shtatë shkurtër në krahasim me ata. Po pra, dihet kjo e fizikut, diferenca fizike në fushën e lojës. Pavarësisht se djemt korçar dhan paraqitje të mirë, ishte shtati, po themi, i tyre ishte më i lartë, më i Skënderbeu kishte shumë probleme në goditjet e këndit. Në goditjet e këndit madje shkaktuan edhe penallti sepse nuk gjenin dot mënyrën për t'i mbajtur për shkak të shtatlatërsisë, vetëm na ka shpëtuar fati nga pjesa e kornit, domethënë është ka të bëj përgatitja që ata kanë, më Petrika. Kanë besoj përgatitjes atletik patjetër më cilësor. Kanë kushte shumë më cilësore, palestrat e tyre janë shumë më cilësore. Regjimi i tyre gjithashtu, se gjithsesi, shiko, ta janë djem që nuk është se kanë ndonjë regjim, ndjekin akademinë e futbollit, stërviten me pasion, por që nuk kanë, pavarësisht se aty punojnë trajner të përkushtuar, stafi përkushtuar, po nuk kanë një përgatitje të mirëfillt, po themi, në kushte aq profesioniste, saç mund ta ketë Aston Villa. Shiko, ti jesh një lojtar shtatlart sot, nuk është ndonjë plus shumë i madh. Futbollist është jo, unë po themi i fuqishëm. Dakor,
këta kishin ndërtuar lojën e tyre me muskuj. tek fizik, loja fizike. Mirë, po Skënderbeu dilte shumë mirë me tranzicionin pozitiv, pra sulmonte shumë saktë nga krahët dhe arrinin të çanin mbrojtjen e Aston Villës në disa raste. Thjesht ne kishim probleme vetëm nga goditje standarde dhe unë them këtë tani, Skënderbeu është ajo qyteti i kishte mundësi dhe për ta fituar lojën dhe Skënderbeu i ka mundësit për ta fituar lojën dhe në Angli ose për të marrë një kualifikim. Ashtu siç është edhe krahu i kundër. Aty mund të shkojnë ndeshja edhe 5-0 për Aston Villa. Kisha edhe kjo është ideja. Kisha një pyetje më vete këtë dhe e kisha menduar. Mos Aston Villa na mori pak lehtë neve. Mund të themi dhe këtë. Ata nuk e menduan për fortësinë e çunave tan, po unë shikoja që çunat sapo arrinin të fitonin një duel, bënin një siç e bën ata në basketbol, kur arrin të shënosh të bën 2 pikë, bën dhe faull dhe tregon muskuj. Pra, një grind të jashtëzakonshme këtë e pash nga disa lojtar. Ata e vunë re këtë besoj. Po, ata e vunë re këtë dhe e panë që duelet ishin vështira për të fituar nga çunat, e luajtën ndeshjen në grup, nuk domethënë arrit në fund të fundit pavarësisht se disa element spikatën, ishte grupi ai që e mbajti Skënderbeun. Pra, arritën ta përballonin këtë ekip me mund të them me lehtësi. Okej. Sepse ata nuk kishin cilësi përveç numrit 10 të tyre. Ishte një lojtar fantastik, një lojtar, mos të them 1.98 mund të ketë qenë ai. Gjatë ai kishte vizion loje, ai kishte forcë, ai kishte fizik, ai kishte të gjitha gjërat dhe shumë lojtar që bënte diferencë. Shumë shpejt ai mund të shkojë dhe emrin mos gaboj kishte Otto Wild dhe pastaj disa fjalë, domethënë emra të tjerë sepse si kanë afrikanët disa 3 emra. Otto Wild ishte emri që lexova në skaleta e lojës, e kupton? Në protokollin dhe ai ishte edhe numri 10, ai ishte lojtari më i mirë i Aston Villës. Besojmë që do jetë lojtari që do bëj diferencën edhe do ta shikojmë shumë shpejt në Premier League atë sepse kishte fizik, kishte teknik, pra pavarësisht se ishte një lojtar 1.98 i gjatë, ai kishte edhe vizion loje. Kështu që ai shumë shpejt element për çunat e Skënderbeut. Kush spikati? Do të përmendim portierin Amarildo Dervishaj me pritjen e tij që kemi ka regjia, mundet ta ndaj servi. Okej, mund ta shfaqim. Një pritje e shkëlqyer shko. Amarildon kam patur fatin ta kem edhe nxënës te shkolla mësentoria kur ai ishte në klasën e 9 dhe e shikoja pasionin e Amarildos që binte në sy, pavarësisht se unë nuk kisha mësues i letërsisë, i fizkulturës, unë përsëri unë e dalloja që Amarildo kishte pasionin për të bërë futbollist dhe ja doli. Kjo ishte pasqyra më e mirë që ai bëri, pritja penalti dhe unë e ndjeva që ai do ta kapte penaltin. Është një siguri për portën e ekipit të 19, por ajo që na bën neve që ndihemi më mirë është dhe fakti e ardhmja. E ardhmja e portës korçare mund të jetë padyshim ky djalë. Po, mund sepse këtu ka një personalitet në pritjen e penaltisë. Është shumë i vendosur portieri. Një penalti që i ka meritat, por unë e them gjithmonë që një penalti është e humbur nga lojtari dhe jo merit e portierit, por që këtu duket një vendosje shumë e mirë dhe një koordinim i saktë, sepse ai gjuan fort. Ka kaptuar krahun dhe ai gjuan fort dhe lëvizja e Amarildos ishte shumë e mirë. Unë gjeta dhe rastin ta komplimentoja Amarildon pas ndeshjes në një mesazh telefonik që shkëmbyem dhe përveç fjalëve të mira i dhash edhe një këshill sepse Amarildo ka probleme me daljet me top. Pra sot futbolli gjithë trajnerët po kërkojnë që portierët të luajnë me këmbë. Amarildo akoma nuk e ka fituar dot atë. Mos e ngatron më keq se ne jemi të fushës, kështu që Jo, Amarildo bëri disa dalje të gabuara që për pak mund të kushtonin Skënderbeu dhe unë ja thash. Po thua kujdes me daljet. Kur krosohet topi në zonë, portieri bën dalje. Nuk arrin dot ta largojë siç duhet. Po pra nuk arrin dot ta largojë siç duhet topin me këmbë ose me kokë. Ose mund të jetë mbrapa në kohë, mund të jetë. Po, pikërisht këtë dhe unë ja ka një pasigurinë e pranoj. Kjo shiko, nuk hyra në atë detaj, unë thjesht ja dhash si këshill, kujdes me daljet. Sepse sot futbolli sot mi do këto, pra është element shumë i rëndësishëm për një portier. Dhe kjo është gjë që përmirësohet me kalimin e kohës, stërvitje, rëndësi ka që me reflekse dhe me të gjitha ai ishte në rregull dhe mund të themi që dhe nëse se largohet Marko Alia nga Skënderbeu në janar, porta mund të jetë sigurt tek Sa vjeç është Dervishaj? Amarildo tani besoj se do të jetë 19 në kufi te 20. Mosha po themi fiks kur një futbollist formohet edhe mund të tregojë veten e tij, kështu që është në moshën ideale. Përveç Amarildos e Nea më ka bërë përshtypje edhe djaloshi nga Kosova Ensar Beqiri. Ishte një lojtar që ai ishte një lojtar që nuk lojtar krau. Po, lojtar i kraut majt dhe në pjesën e dytë ai kaloi po mbulonte të gjithë kraun dhe këtu është momenti golit
ndoshta te momenti i golit mund ta themi që ishte në momentin e dur, sepse nuk ishte pati ndonjë merit. Pati një lloj rëmuje në zonë aty. Po një lloj rëmuje që ai u gjente aty, po përveç momentin e dur dhe goditi. Golit, ai lojtar merrte topin dhe triblonte 3-4 lojtar sikur si kishte fare atje. Unë shikoj një element që këtij djali, nëse është mundësia dhe që tani të largohet nga të shitet nëse mund të përfitojmë diçka, të përfitojë presidenta, sepse ky lojtar ka nuk është më shumë se 17 vjeç, pra shumë i ri. Pra shumë i ri dhe këtë lojtar të tillë kanë një vlerë të caktuar sepse nëse ke bazën në këtë moshë mund të ish klubet afrohen kur ky lojtar është 17 sepse e marrin thua kanë edhe punë për të arritur akoma këtë djalë. Megjithëse unë do doja që ta shikonim mirë te ekipi i parë dhe pastaj unë nuk e di, pse nuk është. Nuk e di sepse ata janë ambient, shkoj më këta janë ambienti. Po është Naser në krahun e Maj. Nuk është puna te Naser, nuk e kuptoj. Unë kam me trajnerin. Ku ta fut? Po jam një sekond. Tani ti je trajneri i Skënderbeut të ekipit të parë. Pra, i shikon këta, ke marrëdhënie me këta. Unë se kuptoj se ky lojtar nuk është thirrur asnjë nga trajneri Enes Gjoka. Ai ishte, nuk e di domethënë, ishte një lojtar fantastik që shpresoj që të ecë në karrierë sepse i kishte të gjitha elementet. Të pëlqeu shumë. Unë jam edhe pak fans, shikoj shumë këta lojtarë që mbajnë topin. Pavarësisht se jam tifoz i Barcelonës dhe Barcelona ka ritmin që luan tiki-taka, unë lojtarë që mbajnë topin, unë kam pikë të dobët. Ata janë se ata tregojnë siguri në fushën e lojës. Lojtari që pason direkt tregon panik. Jo, nuk është puna te paniku. Po panik tregon. Se Barcelona për shembull arriti e bëri këtë lojë që të mos shikonte, mos dinte nga ishte kundërshtari me pasa. Gjithsesi, tautonte. Unë them këtë që ky lojtar me sigurinë që kishte, merrte topin në mbrojtje, ecte, vazhdonte, triblonte, dilte përpara. Si ka mundësi që Kosova gjithmonë prodhon lojtarë të mirë në krah? Historikisht ka patur. Edhe plus edhe në Skënderbeu, Latifi, Berisha, Rashica, ja dhe ky djali tjetër tani. Shpresoj që ta kemi në gjurmët e tyre. Po patjetër në gjurmë, ai ky ishte shumë më i mirë më. Domethënë trajneri Gjoka po na dëgjon edhe mund na marrë në konsiderat deklaratën tënde dhe ta marrë numrin e telefonit, ti themi regjista vë numrin e telefonit dhe të telefonoj kush domethënë ata që të gjithë ata që e pan. Po jam i sigurt që janë gjithë me mendimin tim. Ftojmë regjin që të na shfaqë në ekran numrin e telefonit për gjithë ata që duan të jenë pjesë e diskutimit në emisionin ton. Ata që kanë parë ndeshjen, ishte një atmosferë shumë e mirë në stadium, na kishte munguar kjo atmosfera festive në stadiumin Skënderbeu, tifozëri, tifozë që varen në kanjë, lojtarë që varen në kanjë atë. Sepse këta kishin pasionin, këta ndjenin fanellën më shumë se lojtarët e ekipit të parë. Këta janë nuk diskutohet kjo. Domethënë si të thuash, janë në atë moshë që fanellën e ndjenin më shumë se çdo, sepse duan edhe të spikatin plus që duan edhe qytetin. Janë në një fazë që ata nuk është se mendojnë shumë, patjetër që mendojnë për karrierën, por nuk është se kanë mendjen te lekët te këto. Duan që të bëjnë vend për veten tyre te një ekip i njohur. Dhe ata luajnë ndeshjen me pasion 100%. Domethënë s'ka dyshim kjo gjë, sepse dukej në çdo ndërhyrje. Unë do thoja edhe një lajm përpara se të vinim në emision, dëgjova, domethënë ishte një ankesë zyrtare nga klubi Aston Villas dhe një denoncim te UEFA dhe FIFA. Me që ishin të tifozët. Po, për kore raciste dhe sharje ndaj familjarëve të lojtarëve. Po kudo ka nga këto. Është kudo dhe madje në Birmingham, ku është dhe ekipi Aston Villas, kur luaj derbi Birmingham Aston Villa, sepse Birminghami ka disa vite që ndodhet në kategorinë, domethënë poshtë. Nuk është pjesë e elitës. Kur bëhej derbi, Aronin që ishin familjar, thjesht po ta kishe, ti ishe me të vjen çudi pse janë ankuar po thua. Ishte e çuditshme, domethënë kjo ankesë sepse është gjë normale. Shko, janë formalitete që ku ka normalitet, ku ka thirrje vërtet raciste, kombësie, gjaku, më the të thash gjitha këto pjesët që përbëjnë racizëm, këto mund të ketë një masë ose çfarë do lloji qoftë, po kur ka sharje të lehta, nuk e di si mund ta përkufizoj, sharje brenda futbollit, atëherë nuk duhet të ketë një reagim të tillë nga një klub si Aston Villa që të denoncojë një klub si Skënderbeu. Nuk është se kishte ndonjë anomali të madhe. Jo, absolutisht unë isha fiks mbi bankinën e Aston Villas në rresht i parë. Kemi një telefonat ndërkohë. Alo, përshëndetje. Ju përshëndesim. Përshëndetje. Mirë se erdhët në Thashë Theme Sport. Nga telefononi? Po, Iliri nga Elbasani. Po. Duket se është miki emisionit, na ke telefonuar dhe herë të tjera mos gaboj. Po, Nip nga Korça, nuk shkoj. Po.
I pat djemt e unën të mëdhjetës, si ndoj që të patët mundësi, me gjithse ndeshja për fat keq nuk transmetoj në asnjë kanal. Nuk i ndoqa. Ne si televizion do ta transmetoni me kënaqësi, po për shkak të rregullave të UEFA-s nuk na lejoi, kështu që e kishim të pamundur, por kemi përcjell kronika vazhdimisht dhe gjithë situatën. Bravo qoftë dhe kaq sa bëni. Që na jep mundësinë edhe në linjën e komunikimit distancë që t'japim edhe ne mendimet tona në lidhje me futbollin. Po. Edhe me sportin përgjithësi, po 90% me sportin popullor, futbollin. Si mendon? Në praktikisht në planin ndërkombëtar jam tifoz me Gjermaninë. Edhe sigurisht si klub me Bayern Munich. Po. E kemi në fakt, e kemi dhe pjesë të diskutimit në skaletën e sotme Champions League-ën, paraqitjen e Bayernit dhe ekipeve të tjera, kështu do ta diskutojmë më vonë. Bayerni sigurisht është lart, shumë lart këtë vit. 12 fitore rresht. Është lart, po gjithmonë ashtu ka qenë, po. Gjithmonë kështu shkon deri në mars. Kupton se. Shiko, deri në mars thot Petrika. Po. Se edhe Petrika do të jetë me Gjermanin si duhet. Jo, unë jam me Argentinën. Petrika është me Messi. Unë jam me Messin. Ku t'jetë Messi edhe me Zelandën të luante Messi, ma atë do ishte Petrika. Gjatë kampionatit evropian kam simpatizuar Anglinë. Jo se jam tjetër tifoz. Një nostalgji shumë e çmuar kjo, sepse Anglia ka harruar trofeun botëror. Shiko, zotri, më fal. Ashtu është, të drejtë keni. Unë do përfitoj nga rasti ta pyes Ivanin, si kemi Ivanin, se kemi si djalë Korça atëne. E ka për trajnerin e ekipit Elbasanit. Ivan Gvozdenovic. Shiko, nëse nuk fiton me ballë një herë, ai iket. Pra, do me dhënë nëse një trajner nuk fiton 4 ndeshje, duhet të shkarkohet. Jo, ose pa mundur, ose pa dërueshme. Te kanë tifozët, nuk dërojnë. Unë mendoj këtë, si nga Elbasani dhe nit nga Korça mendoj këtë, që Shqipëria të bëjt pa mundurën, të mundi Andorën. Po të nëndësoj Andorën, të mësoj të Elbasanit e vorën. Po jemi larg. Po jemi larg, gjithsesi ne do shkojmë. Do kemi emisionet të ardhshme patjetër që do të flasim për kombëtarë, kështu që jemi pak larg dhe të shijojmë këtë fitoren me Serbinë dhe të mbetemi në këto notat pozitive. Kështu që deri kur të diskutojmë për kombëtaren shqiptare për grumbullimin për 2 ndeshjet e nëntorit, ne do të mirpresim sërish na telefonosh dhe të diskutojmë sërish, okay? Faleminderit. Për Korçën, lartemi krye Korça. Fitoj Gjorkastër, patjetër. Sigurisht Korça nuk e meriton të ndale nga Superliga. Do futen se drejt asaj rruge janë. Unë jam ushtarak në profesion. Ka marru shkollën e mesme Skënderbej, shkollën ushtarake që ka këtë emër, dhe Skënderbeu, Korça. E ke lidhur jetën me Skënderbeun? Jo, po 7 herë kampione radhas, kombëtare. Arriti Shkodrën. Pa 8 herë kampione. Po. Ai sa ka dhe Shkodrën. Po, drejt. Nuk arrin 30 vjet, nuk ka arrit. Ose Skënderbeu, me një blendë shkëmbi, shqyr, arriti 7 herë rresht kampione e Shqipërisë. Edhe është në kryet kategorisë parë. Të shpresojmë që të ngjiten sa më shpejt dhe të rikthehen aty ku i takon. Ju falenderojmë shumë dhe shpresojmë të shihemi sërish zotri. Ju respektojmë edhe unë dhe ju uroj gjithë të mirat. Unë të marrë në këtë dëfyrë kaq të mirë. Faleminderit që na ndiqni, na bëhet shumë qefi që na ndiqni në Elbasan. Ju falenderojmë, gjithë të mirat. Është një tifoz dhe një ndjekës i rregullt i emisionit tonë dhe ne na vjen shumë mirë kur shohim miq besnik të emisionit, por dhe të televizionit, radio televizionit Korça. Atëherë për ta mbyllur pjesën e Skënderbeut unën të mëdhjetës. Unë po them, ajo në Skënderbeu mundet të marrë rezultat pozitiv në Angli, ashtu siç mundet edhe 4-0 ose 3-1. Varet si shkon ndeshja. Varet si shkon ndeshja, pra nëse qëndrojnë të saktë në atë që do bëjnë në manovrat e të gjitha, Skënderbeu mund t'ja dalë që të marrë rezultat pozitiv në fushën e Aston Villas në datën 5 nëntor. Duhet ulur euforia një herë, kjo është kryesorja, sepse ne kemi ne si komb
si shqiptar që euforinë e kemi në nivele të frikshme, se aq duam në një barazim tani dhe shkojnë në Angli këta me idenë që shiko, barazimi nuk është të bën shumë me euforik. Barazimi... Po shiko, atmosfera, drejtori, trajnerët, ka një kështu tani. Neve backupi e morëm kënaqësinë. Pra ne, trajneri, të gjitha këto e morëm atë. Ne jemi në rregull. Ne jemi në rregull. Tani këta do marrin kënaqësinë e tyre nëse shkojnë për të kualifikuar që atje. Po thoya që nuk duhet të jenë me këmbë në tokë. Jo, me këmbë në tokë, nëse do fitonin do të kishte tjetër euforizëm. Me barazim ata janë me këmbë në tokë. Mbahen më mirë, po themi. Mbahen më mirë. Pra, është pak më ulët niveli i euforizmit me barazim. Se me fitore do të shkonte. Dhe unë po të them, ose kualifikohemi ose u mbasim me rezultat jo të mirë. Ti quan po themi dy ekstreme. Dy ekstreme shikoj. Nuk shikon një 1-0 nga Aston Villa po themi, një 2-1, një lojë të fortë. Shikon o turprim po themi 5 gola ose një surprizë e madhe nga Skënderbeu. Okej, diçka e tillë shikoj, pra domethënë o kualifikohemi ose domethënë ka të gjitha ajo lojë brenda. Nuk e di domethënë si do interpretohet nga çunat, por nëse ka interpretim të mirë, ka dëshirë, ka grind, ka forcë, ata dhe të pësojnë gol, le të hidhen përpara dhe pastaj mundet të barazojnë dhe po angrën gol le dy s'kan më çfarë humbasin dhe këtë duhet të kuptojnë dhe trajnerët sepse këtë nuk e kuptojnë trajnerët. Kur je 1-0 nuk ke më çfarë humbet. Ec përpara, bo barazove mirë, po angre të dytin le të hash të dytin se s'ka gjë. Jo si Silvinja që po angri një ri prap mbrapa që mos ai 3. Gjua vete ku shkon. Aty ku dhem dhambi. Silvinja nuk e kemi thot fare pjesë të diskutimit, pjesë të skaletës. Ta lëm pushim Silvinjon, ta lëm rehat. Le të pushoj këtë javë. Skënderbeu tani, ishim te Skënderbeu 19. Okej, shikoj si dalin përpara çunat e vegjël, bëhen më të rëndësishëm. Po patjetër ne jemi qyteti që kemi ecur më shumë se çdo qytet tjetër në Europë. Pra ne dhe me ekipin e parë, dhe me ekipin e dytë. Me Korçën, çfarë bën Korçën kaq të fuqishme ku luan në kompeticione europiane. Se ka një stof, po themi. Ka një tjetër qasje. Nuk e di, ne i vlerësojmë ndoshta siç duhet këto ndeshje, ekipet e tjera demoralizojnë në kollaj, nuk e di. Pra ne kemi një traditë europiane që ne menduam se kaluan 10 vite dhe ishte. Është kthyer në traditë kjo dhe ne po na jep sigurinë si fanella tonë është bërë për në Europë, si ekip, si Skënderbeu. Unë jam i sigurt që dhe kur të vi momenti që do të jemi jashtë dënimit, sa të qartësohen të gjitha këto pjesët, sa o kalendarik, jo kështu, sa të largohen gjitha këto. Jemi të lirë neve dhe vitin e parë ne do të kemi sukses në Europë. Sidomos në Conference League, që Conference Liga tani është një kampionat që shkon me lehtësi. Po, domethënë s'ka shans mos shkos, sepse ti përballesh me Moldavi, me Estoni, me Letoni. Domethënë që këto ekipe ne si diskutonim në kohën atëherë, po jo, po them dhe tani, nëse krijojmë një ekip me stabil, neve vetëm nga fanella dhe nga kjo fryma europiane që kemi, ne do të shkojmë në domethënë do të arrim të hyjmë në grupe. Të ngjitemi mirë dhe pastaj shohim. Kemi një tjetër telefonues në këtë momente. Alo? Alo. Urdhroni. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Pesha të flisni një çik për Skënderbeu në 19. Po. Jemi shumë të kënaqur edhe të befasuar nga Skënderbeu. E ndoqët ndeshjen, ishit në stadium? E isha në stadium, e pash ndeshjen në stadium. Dhe në ka dhënë një kënaqësi të veçantë. Emocion, patjetër. Kishim dëshirë që ta transmetonin në televizion, po... Unë e sqarova nëse ishit i vëmendshëm dhe më dëgjuat, janë të drejtat e UEFA-s që nuk na lejojnë ta transmetonin, pa ne do ta kishim sjellë në ekranin ton me kënaqësinë më të madhe, sepse është një ekip që është gjithmonë i gatshëm për të sjellë te shikuesit e evente të këtyre rëndësie. Të kësaj rëndësie, më fal. Edhe jam shumë i kënaqur nga pjesëmarrja e publikut. Aq publik edhe ekipi parë me zorë se e kanë stadium. Po, na kishte munguar në fakt. Ishim përshëndruar të gjithë tifozët faktikisht tek pjesa e tribunës, tek qendra A dhe B-ja. Dhe ndoshta nga kjo jepten çik më shumë. Po se u mbush plot ajo. Po, ndesen kur luajmë tek ekipi parë, ndoshta nga që shpërndahen, hapen edhe po prapë mendoj se jemi një njëjti numër tifozë me biletë. Qofse do të ishte pa bilet, do të kishim një tjetër pjesë. Po jam s'ka, shiko UEFA nuk lejon ndeshje pa bilet. Nëse luam për UEFA, nuk është puna e biletave se ishte kënaqësi edhe 3000 lekë bileta hajde se
Po, nuk ishte ndonjë cifër e konsiderueshme për ato nivel. Pak në pam futboll të bukur nga djemt Korçar. Kjo ishte e më rëndësishmja. Po, me Petrikën kam një problem se 2 ditë para ndeshjes, të gjithë këta ishin pesimistë për Skënderbeun. Jo, nuk Në rubrikën sportive flas. Atë rubrika. Jo, po ta shikosh te rubrika sportive, unë kam qenë ndryshe, domethënë nuk e di ndryshe, unë isha me mendimin që mund të merrim rezultat pozitiv. Ishit shumë të rezervuar. Normalisht kur luan me një ekip si Aston Villa dhe duhet të jesh i rezervuar, bëhet fjalë për një ndër 5 ekipet më të forta në Angli. Kështu që plus edhe ekip kampion U19, normalisht ishim të rezervuar, po unë kisha një shpresë për rezultat pozitiv dhe po ta shikosh e ke edhe në YouTube emisionin, shikoje sepse unë nuk kam qenë unë ai që ka qenë jo. Ai po thot më shumë për emisionin. Për emisionin në rregull, ne trajtoj brenda normave atë ndeshje. Po, nuk ka problem. Shiko, zotri, janë mendime që Petrika e ka në fakt. O është shumë euforik ose nuk ka një të mesme Petrika, e ka si ujq këtë. Po. Do ta ketë një çik më të madhe dozën e optimizmit. Shiko, ne le të fitojmë si kombëtarja, si Korça, si Skënderbeu e këto të gjitha, pa Petrika le mos jetë optimist. Të drejt ka zotria, unë duhet të jem pak më optimist, po unë flas atë që shikoj dhe deri aty ku më bind mua. Ata çuna kam nevojë edhe për optimizëm. Patjetër. Të falenderojmë shumë për telefonatën. Dhe shpresojmë të dëgjojmë sërish zotri. Gjithë të mirat. Ema mirë, shiko, luan me Aston Villën, mirë thua se tani nuk... Po, emisioni... O edhe unë nuk e mendova më që do barazojmë, sa që t'jemi realisht. Një lloj ndjenje pozitive. Unë nuk e kisha fare. Studioja... Nuk e besoja që do barazonin. Thash, do anë 3 gola, 4-2, qënë si ka. Do të paktën të paraqiten mirë dhe të bën një lojë të mirë, se në këto ndeshje të tilla kjo është... Nëse ke lojtar të mirë, ne nuk e dinim që kishim një grup të tillë në U19. Grupi është shumë i fortë, por edhe nuk e njohim vetëm edhe elementet. Po, dhe kjo është që se njohim kundërshtarin. Dëgjojmë Aston Villa, ne emër i madh, ekip i madh, edhe themi... Jo, ne ngelen, studio e ka trajtuar në atë ndeshje, absolutisht nuk jam me këtë që ne nuk kishim besim apo ne nuk kishim optimist. Studio e ka trajtuar në një formë të tillë që... Keni një telefonat tjetër, mos gaboj që mos... Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Urdhroni, nga na telefononi? Nga Korça. Kënaqësi. Emisioni tash e theme? Po. Ishte një ndeshje evropiane në djemve tanë. Ishit në stadium? Isha, në tribuna A isha. Po. Edhe djemë të në kënaqën, ja vlenë që ti marrë dhe ekipi para ta djemë. Po, tre elementi ishin patjetër që duhet të shkojnë tek ekipi parë. Po, për mendimin tim, lojtën të barabartë me Aston Villën. Po, të barabartë dhe duhet kishin guxuar dhe pak më tepër, po thoshim, dhe mbase mund të kishin bërë surprizën e madhe. Në futboll ka të bëjë dhe fati. Po. Ka të bëjë dhe fati, po megjithatë u përgjigjen tamam si ekipi i Bayrit ose i Barcelonës, si është tifoz zotria. Unë jam të 10 vjeçar. Po. Edhe na kënaqën shumë. Inshallah lozim kështu dhe në Angli. Të shpresojmë shumë që të kemi një paraqitje edhe të na me rezultat të saktët, një kualifikim. Të shpresojmë dhe të mbetemi pozitiv, se si sta dhe zotria para jush, çunat kanë dhe nevojë për pak optimizëm në këto momente. Kështu që të shpresojmë. Një vërejtje për presidentin. Për Takaj. Pse nuk lejovi tifozë shumë edhe nga D-ja e nga C-ja? Po është rregullore UEFA-s në fakt që nuk lejon në ndeshjet e tilla pa bilet nuk lejohet, kështu që ai vetëm jo, s'është puna e biletës. Ishte e përcaktuar që 3 tribuna do të hapeshin dhe ishte kryesorja A-ja dhe B-ja. Kanë një rregull, një numër të saktuar tifozësh për to. Se ditë të them zotri se unë shpinë kam. Jo, ka një lloj rregulli. Nuk e kam dëgjuar këtë rregull, po unë di vetëm pjesën që ndeshjet menaxhohen edhe biletat nga nga UEFA, po ka një numër të saktuar njerëzish në tribun. E di pse them, zotrin, më falni që po u ndërpres. S'ka gjë. Na fal ti. Se mbetën shumë tifozë jashtë, që kishin qef tyni në stadium, edhe s'kish bileta. Po. Një gjë. Edhe ndeshja nuk u transmetua, pavarësisht rregullave të UEFA-s ato. Po në kërkesë po ti pesh UEFA-s për shembull. Mund t'i lejojë
tifozët më Shikon, nuk e dim të pjesë me saktësi, por do ta sqarojmë në emisionin e radhës, sepse ka një rregull nga UEFA që nuk e di, mbase ndryshohet nëse kalojmë këtë fazë. Deri në një fazë ka një numër të saktuar ulsesh, pra biletash. Ndërsa në një fazë tjetër mund të hapen dhe sektor të tjerë. Në ndeshjen e ardhshme në Angli do të kemi mundësi ta shohim në televizion? Këta nuk e di, sepse varet nga të drejta televizive që preferon UEFA. Në fakt se për ndërpres pra. Unë jam optimist që djemtë do kthehen të kualifikuar nga Anglia. Kjo do ishte pastaj një mrekulli. I kanë të gjitha mundësitë me atë ekip që pastaj do t'ju marr prap telefon të them që doli llafi ti. Të na marrësh sa i dëshiron. Janë tim luftarake. Do të marrim ne nëse kualifikohen. Faleminderit shumë. Gjithë të mirat. Shëndet. Faleminderit shumë. Unë them ne tani ta kalojmë tek ekipi parë. Po vetëm një moment shkurt sepse jemi në fundin e kësaj pjese të parë dhe luajmë me Besën. Luajmë me Besën, ndeshja është ditën e nesme në orën 17. Ti vazhdon të mbetesh i mendimit që këto ndeshje do t'rregojnë fytyrën e Skënderbeut. Shikon, ndeshja me Luftëtarin ishte një ndeshje që ne e fituam. Ishte një ndeshje që nuk pati një ekip që dominoi totalisht lojën. Jo, çfarë kemi në një skup, në tash e them në një gjë se tani nuk ka nevojë për analizë se Ecuria prap vazhdoi që Skënderbeu po merr pikët dhe Skënderbeu do vazhdoi të marr pikët, por Skënderbeu nuk ka një ekip argëtues ose një ekip të mirë që mund të themi kemi super ekip. Po ndoshta kjo është mënyra e drejtuesve që të ngjitemi në superiore dhe vazhdojnë në këtë formë të jemi të shkëputur, pastaj flasim prap. Por që unë thash, ne nuk ka Besa për shembull, nëse do të ishte Besa ashtu siç pritej në fillim të këtij sezoni, një ekip i konsoliduar, një ekip i investuar, një ekip që pretendonte patjetër të ngjitej në superiore, nëse do të ishte ajo Besë, sepse nuk e ka treguar gjatë javëve të para, kjo do të ishte një super ndeshje. Tani unë mendoj që Skënderbeu me një menaxhim të mirë të lojës edhe mund të fitojë përballë Besës, pavarësisht se ka ekip shumë të mirë. Pra, kjo është ideja. Ne vlerësuam që në fillim kategorinë e parë. Luhet ndeshja? Ndeshja luhet nesër në orën 17 në stadiumin Skënderbeu. Ftohet gjithë tifozët, ftohet gjithë mbështetësit të shkojmë të mbështesim ekipin ton dhe të vazhdojmë këtë rrugë që kemi nisur për të qetësuar sa më shpejt, edhe unë të qetësojmë pak sa më shpejt, sepse unë mund të jem në të vetmit pesimist akoma të këtij Skënderbeu. Ti do të ishe qetësuar akoma? Jo, s'kemi ekipe ne, kur s'ke ekip ja do marrim Beqirin. Po e morëm atë, ndryshoi komplet. Do morëm atë. Do jesh optimist. Po patjetër, sepse Beqirin ta spostoj Naserin në Kraunën. Edhe dy lojtar të tjerë. Tal Beqiri aty. Perfekt fare. Jo, ashtu do isha qetësuar unë. Kështu që atë mund të thesha që kishim ekip sepse ai mund të bënte më shumë se 50% të aksioneve sulmuese të Skënderbeut. Është djalë i talentuar, shpresojmë ta kemi në ekipin e parë. Okej, jemi pra në fund të pjesës së parë të emisionit, që është futbolli vendas zakonisht, dhe ne do të rikthehemi në pjesën e dytë, pasi do të shkputemi tani për pak momente publicitet, dhe do të flasim për kampionatet europiane, për Champions League, për dhe lojtarët e kombëtares. Apo kemi dhe legionarët patjetër, por që do t'i përfshim të gjitha dhe do t'i diskutojmë. Okej, shihemi pas pak. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë dhe tani është pjesa që Petrika ka më shumë qejf sepse do flas për futbollin evropian, por para se të shkojmë aty në fakt kemi dhe çunat e kombëtares shqiptare, legionarët, të cilët janë duke bërë shkëlqyer në kampionatet evropiane. Petrika, do ta nisim me Mirlin Dakun, një sulmues që ti e ke shumë të preferuar me sa unë kam kuptuar, sepse është një lojtar që ti thua të luaj titullar, të luaj sidomos vetëm mos luaj manaj. Pastaj çdo të luaj është okay. Po, më thon mos luaj manaj. Po që Daku është vërtet një lojtar që shënon gola rregullisht në Rusi aty ku aktivizohet dhe mbase shumë shpejt do të jetë titullar edhe në kombëtaren shqiptare. Nga mediat italiane shkruhet se Mirlin Daku është drejt transferimit tek Fiorentina në muajin janar, pra në merkaton e janarit, kur ajo të hapet, do të jetë një hipotezë apo një alternativë e konsideruar nga skautët e Fiorentinës për ta ofruar në Itali gjatë këtij muaji. Duke qenë se te Fiorentina përveç Moise Kean, që është sulmuesi kryesor, ata bën disa tratativa për të marrë disa lojtarë të tjerë
sulmues, madje përfshi këtu dhe Edin Dzeko, por jo mirë po atë dështuan për shkak sepse përveç Moise Kean askush nuk është në nivelin e dur për tek madje dhe Dzeko. Po është edhe Dzeko, po puna është nuk është në nivelin e fund të karrierës së tij. Dhe donin një lojtar shtat lart që të kishte atë potencialin, domethënë të ngjashëm me Moise Kean. E kanë pikasur Milindin, base është fati i tij që të shkojë tek një ekip si Fiorentina, domethënë do ishte shumë gjë e mirë si për kombëtaren ashtu dhe për Fiorentina është një ekip shumë i mirë. Vetëm se ka një problem Enea, sepse tratativat me Rusin tani janë bërë pak të vështira. Më thënë, ata pretendojnë shumë dhe sepse duke qenë se kanë ikur gjitha benefitet e tjera të lojtarëve të gjitha dhe e kanë pak të vështirë për të bërë marrëveshje me një ekip me një lojtar që luan në Rusi. I sigurt është fakti që Milind Daku do të ndryshojë ekip sepse është duke bërë mjaft mirë te skuadra aktuale dhe një hipotezë tjetër përveç Fiorentinës ose të paktën nëse nuk realizohet transferimi tek Fiorentina, ai mund të bëhet pjesë e Spartaku të Moskës. Atje shkon prapën, atje një nivel. Po një nivel. Po Spartaku është një ekip më me traditë, po ekip më kampionati rus është i gjithë një nivel tani. Tani fati tyre i keq është që nuk luajnë në kampionatet europiane sepse janë të sanksionuar dhe nuk lejohen, por që Daku duhet të lëviz sepse është një lojtar që duhet ta tregoj talentin e tij në një kampionat ku e shohin të gjithë. Rusi nuk e ndjek njeri. Po kjo është ideja dhe këtë po përpiqesh atë thë. Tani në Rusi se luan me Zenitin apo se luan me Spartakun apo se luan me Groznin, nuk bën më diferencë sepse s'dukesh. Prap kudo të luash nuk dukesh. Dhe këto ekipe kanë ngelur, janë stacionuar tani. Dikush luan për vend të parë dhe kush luan për rënje nga kategoria dhe kaq. Aty domethënë s'ka më nivel, ashtu siç ka qenë kampionati dhe në kohët e komunizmit në Shqipëri që pothuajse të gjitha ekipet ishin aty përjashto vetëm ata që ishin të lidhur me pushtetin. Dhe kështu tani, kështu është ideja. Kush është me pushtetin do të marrë kampionatin sepse s'ka më UEFA nuk duryn dot, FIFA nuk duryn dot, rregull nuk ka. Kështu që fakti është gjuna që digjet në futbollin rus gjithë ai sulmues sepse është një djalë shumë i talentuar që ka potencial shumë të madh për të treguar veten. Dhe pse mos e shohim në një kampionat tjetër, duhet të lëviz besoj. Duhet të lëviz, por është ky problemi i madh që domethënë nuk duhet për mua nuk duhet të kishte rinovuar ai, sepse nëse nuk do rinovuar prap një ekip do ta kishte marrë kudo të ishte, thjesht mjafton të largohesh nga një vend që është mbyllur. Sepse kur je në një vend i mbyllur, normalisht që je në risk, si të thuash, sepse është gjithkohë atë luftë dhe po Silvinho pse se do, si është puna? Si, në një thashë them. Ti the me Silvinho s'do merremi sot, pse ma? S'mërihet mua, po mos të dëgjova të flasësh pak për Silvinho. Jo, kur të afrohet do flas unë. Po pse se do Dakun? Dakun kush ta që të duam? Jo ti Silvinho, Silvinho nuk e. Silvinho se do Dakun. Po mirë Silvinho do Manaj. Ja, o penzore ti prapa aty te ai enzore. Gjithsesi. Po kam dëshirë ta dëgjoj nga ty. Rezervat i kam me Manaj. Pastaj me Silvinho, me Silvinho nuk kam gjë, me Manaj e kam. Mjafton mos luaj Manaj dhe të luaj kush të doj. Manaj po t'ja zer Kamba prap le të luaj, po ta di Manaj që t'ja zer Kamba. Se kjo është ideja, po. S'kemi nga ta di. Po nuk mund të hyjmë në një ndeshje që të shpresojmë që t'ja zer Kamba prap. Manaj sepse e kemi pritur atë lojtar që nga 2015 deri në 2025-ën dhe ja zuri Kamba në 2025-ën pas 10 vitesh në një ndeshje të kësaj rëndësie. Jo mo, unë kam qef të pyes se duket sikur ti ke në informacion plus në një gjë më shumë. Pse nuk luan shumë Dakun kombëtare? Unë shpjegova për tani. Thashë them me sportin. Okej, pra unë shpjegova dhe te disa emisione më përpara, unë shpjegova që nuk e di si ka një klan te kombëtarja dhe Manaj nuk e di si ka mundësi që të gjithë trajnerët që vinë me Manaj ne kanë muhabetin shkëlqyer dhe Manaj jashtë forme përsëri Manaj. Pse se shikon me këtë syrin që është lojtar që është i disiplinuar dhe trajnerët besojnë te. Manaj e kishte shansin e fundit atë ndeshje. Edhe shfrytëzoi. E shfrytëzoi në mënyrën më të mirë të mundshme tani mos të them që nëse vëm në botëror ai ka fituar edhe 8 në botëror me atë gol. Sepse tani do të vazhdojnë gjërat ndryshe, pra ai i tregoi veten. Aman luajti në dy ndeshjet e tjera në Champions League-ën e Azisë me atë ekipin që kanë në Dubai sepse ata janë një ekipet që kanë ndryshuar në premën e para. Po ishin mundur 4-1. Jo, në ndeshjen e parë nuk shënoi, në kampionat shënoi ti dhe unë aty ku lot ai po. Puna është që në Champions League që rritet pak niveli, kishte luajtur mos gaboj nuk po më vjen emri i ekipit që luajt, por
luante lojtari i Laçit, që ishte që shkoi edhe me Ignatian, me sfushori i Ignatias. Që shkoi nuk më vjen emri më. Ore me sfushori mirë i Ignatias si ishte vitin e kaluar, ka zbulim i Laçit. Nuk më vjen. Nese, ai shënoi 2 gola. Mana shënoi 1. Domethënë të ikë emrin në emision live. Nuk dorim të gjejmë emrin, po mos devijojmë edhe nga. Okej, ai kishte shënuar 2 gola, Mana asnjëherë ku rrit pak niveli. Kjo është ideja. Kjo është ideja. Tani, një tjetër lojtar që po shkëlqen, që po bën mirë, madje na dha sinjale perfekte edhe me kombëtaren shqiptare, na dhuroi një super gol në miqësoren me Jordanin, është Arber Hoxha. Luan me ekipin më të madh në Kroaci, me Dinamon e Zagrebit dhe është shpallur futbollisti muaj tetor në Kroaci, në kampionatin kroat, që është një kampionat me nivel shumë të lartë. Mendoj sepse ka ardhur momenti që Hoxha të jetë titullar tek ekipi kombëtar. E shikon aty në krahun e djathtë. Në krahun e Majt, që të punojmë me të djathtë. Po, të Majtin, po. Domethënë do të ketë rivalitet me Uzunin, po në një moment ku do na duhet fantazi dhe ofensiv, ky Hoxha do të ishte. E shikon Hoxhën. Po. Duhet, ndoshta kemi ndonjë lajm, ndonjë thashë them, do të lëviz nga Dinamo e Zagrebit. Momentalisht jo, nuk momentalisht ka refuzuar dhe momentalisht nuk lëviz dot ai. Klubin më të mirë të Kroacisë. Jo, ndoshta ndonjë kampionat më i nivelit më të lartë. Nuk ka oferta nga Nuk ka ndonjë thashë them për të ardhmen e Arber Hoxhës. Okej. Do të flasim për një tjetër futbollist shqiptar, por që për fat keq nuk e kemi pjesë të kombëtares shqiptare. Bëhet fjalë për djalin e Rudi Vatës, na pëlqen ta quajmë ne në Shqipëri, Roko Vata, i cili edhe pse është djali i trajnerit legjendar të kombëtares shqiptare. Edhe i lojtarit, Rudi Vata është një figurë e shquar e kombëtares shqiptare, e njohin të gjithë. Ai ka zgjedhur që të përfaqësojë Irlandën dhe nuk luan për kombëtaren shqiptare. Është pak Vata është diplomat në të gjitha intervistat që mundohet që ta justifikojë veprimin ose atë gjë që ai e ka bërë vetë. Tani ta themi trosh. E ka bërë ai për shkak të problemeve të Rudi Vatës me federatën, me gjithë. Djali nuk luan. Jo. Për shkak të probleme me federatën, dhe federata me të njëjtën monedhë i kthehet Rudit, ai zgjedh që Roko përfaqësoj atë vendin e Irlandës, pra mos përfaqësoj Shqipërinë. Domethënë, është e gjitha për shkak të Rudi Vatës. Se tani lojtar, një nga kapitenët e kombëtares, një nga lojtarët më të mirë, një shkodran, si të thuash, puro, është gjuna që djali i tij luan me Irlandën, është domethënë nuk e di. Mirë, po është e gjitha për shkak të është talamet lojtari me sa kemi parë, sepse po luan tani në Championship me Watfordin dhe kishte shënuar gol në ndeshjen e fundit, kishte dhuruar edhe një asist mos gaboj. Ai ishte lojtar titular, luan 10 dhe është fantastist. Është lojtar që është fantastik çdo. Ne do na duaj shumë në kombëtaren shqiptare. Po themi një zvendësues idealin e Dim Bajramit, themi, në këtë rol e shikojmë. Mirë, po të kishte erdhur do kishte probleme prap, kështu që derisa ti sheshonte gjërat babaj me federatën, do kishte probleme, plus që me klanin brenda Silvinios, prap do kishte probleme, kështu që ai në stol do rinte. Çfarë mund të ndodhë? Ka shanse që ai të bashkohet me kombëtaren shqiptar apo ka debutuar me Irlandën dhe Jo, nuk kotsa, domethënë kjo është nuk duhet ta diskutojmë me Roko Vata është i humbur. Nuk asnjë shans. Ai debutoi dhe me Irlandën, madje me Irlandën do të luajë edhe në ndeshjet eliminatore, çfarë mund të kenë ngelur për Irlandën, dhe Roko nuk është më një djalë që ne mund ta shpresonim që ta kishim në shpresa mund të kemi te Brian Gruda dhe jo te Roko. Brian Gruda është super lojtar, por gjithsesi Gjermania po e mban afër, kështu që Brian do të shkojë te Gjermania. Ka bërë një gol fantastik përballë ekipit të Cityt, ka nxjerrë jashtë lojë. Digjen këta ku shkojnë te Gjermania, se nuk janë aq apo urdhra? Digjen ku shkojnë te Gjermania. Qëndron kjo, po luan me Brighton, ka bërë një sezon shumë të mirë, ka fituar fanellën e titularit,
ka bërë një super gol përballë Manchester City ku ka lënë të shtangur portierin Donnarumma dhe mbrojtësit Gvardiol, mos gaboj, dhe me një lëvizje me një triblim fantastik ai. Është sulmues që do ishte ideale ta kishim kombëtarin. Patjetër, po ai është lojtar që ka goditje, ka crossim, ka fantazi. Gjermanisë do t'i bënte punë ndoshta në stolën e rezervave, por përsëri do t'i ishte atje, kështu që dhe Gjermanisë në këto moment do t'i bënte punë. Na vjen keq në fakt për lojtarë kaq të talentuar, zgjedhin kombëtare të tjera dhe nuk preferojnë të bashkohen me ekipin kuqezdi, me vendlindjen e tyre. Kemi humbur shumë lojtarë kështu. Kjo është me të ndjen. Kush e ndjen? Po nuk ndjen. Ata që s'e ndjen le mos vi kur, unë me këtë mendim jam. Le, s'ka problem. Po, duhet ta ndjej fanellën. Duhet ta ndjesh fanellën e shtetit tan. Pavarësisht se eritur në një vend tjetër. Nuk mund të të vish për interes. Nëse nuk e ndjen, më mirë mos hajt ose shko te ajo kombëtare që ti e ndjen. Nëse ndjen fanellën e drejtë, kjo është shumë e drejtë. Okej, tani do të flasim. Ja, për shembull do të them edhe një ma thuaj. Lamine Yamal është maroken, puro maroken, nga sjellja, nga të gjitha, është maroken. Luan me Spanjën. Kur ishte i vogël Spanjën ndjente, nuk ndjente Marokun. Tani e tregon që është maroken, nuk është spanjoll. Sjellja. Po pse e bën këtë? Sjellja. Ai është përshtatur në Spanjë, është katalana, është. Dakor, prindrit ka nga Afrika, zgjidhe kombëtaren ashtu atë që janë prindrit tënd. Nëse kjo është një temë komplet me duhen emisione, ta zgjidhim pse veprojnë kështu shumë futbollistë. Unë kështu besoj. Ke Francën aty që është mbushur plot me Ska asnjë francez. Kështu që është një temë e gjatë që do vetëm francezat ata që luajnë të paktën. Tani do të flasim për një djalë që thonë ka origjinë nga Pogradeci. Unë nuk e di këtë fakt, thonë që është nga Çrava me origjinë, bëhet fjalë për Ernest Muçin. Po çrëndsi ka. Po jo mos, ka rëndësi se kemi nga zona tonë. Tashi këta që kemi nga zona tonë do t'i mbajmë çik më atër nëse s'mund ti. Ne shqyr që kemi pak Pogradec, pak kishim atë Klisman Caken në grumbullimin e fundit edhe unë ndjem shumë mirë se pam pak. Edhe Klisman Cake i rritur te Tirana, domethënë mund të ketë ndonjë stërgjysh nga Pogradeci. Njësoj si Muçi, e kupton se edhe Muçi është pjesë e akademisë të Tiranës. Po ti kush domethënë stërgjyshi nga Pogradeci? Çdo. Familja e tij ka 4 breza në Tiranë, nuk është nga Pogradeci ai. Origjina thashun, unë në rregull jam. Kështu që Muçi nuk po e shohim në kombëtaren shqiptare. Nuk po e shohim në kombëtare, por ka dhe probleme te klubi i tij, nuk po luan tek ekipi i Trabzonspor. Ama sot një lajm ishte që në ndeshjen e ardhshme në të shtunën, ai është planifikuar titullar dhe ndoshta do punuar thot trajneri, që ka punuar mirë, e shikoj të motivuar. Ka luajtur vetëm 10 minutat e fundit, mbase do të jetë ndoshta shansi që ai të tregoj vetëm. Të tregoj që bën për aty apo ja. Në Turqi nuk është se bën ose s'bën, ai i ka vlerat, plus që vjen si një lojtar i Beşiktaşit te Trabzonspori. Pra është një lojtar i afirmuar në kategorinë turke. Thjesht i duhet besim këtyre lojtarëve. Ju duhet besim, ju duhet mbështetja e trajnerit. Po çfarë problemi ka ky futbollist mo Petrika? Është ka shumë i talentuar dhe gjithmonë kemi pritur shumë nga Ernest Muçi, po asnjëherë nuk ka arritur dot të na tregojë sa vlen. Nuk e di, po është shumë e vështirë që të themi për një lojtar shqiptar i kombëtares ton që po kalon një moment, domethënë që të bëj 2-3 sezone ose 2 sezone të mira. Po, me ulengritje janë gjithmonë. Dhe Gjimçiti dhe këta që janë stabil në formacione, këta kanë probleme, e kupton? Pra akoma nuk kemi prodhuar një futbollist që ta nis sezonin, po themi vitin e parë. Ta përfundoj mirë, edhe pastaj të dalë në qendër të gjithë mediave ose vëmendjes. Kjo është ideja. Unë personalisht e kam të preferuar Ernest Muçin sepse është një futbollist me cilësi të jashtëzakonshme. Mua duket si brazilian kur e sheh në fushën e lojës dhe do kisha shumë dëshirë ta shikonin protagonist me kombëtaren shqiptare, por duhet fillimisht të tregoj veten një herë në kampionatin ku luan dhe më pas të tërheq vëmendjen e Silvinjos. Kemi thënë që s'do ta përmendim Silvinjon. O përmendim, s'ka problem. E di kush është lojtari tim i preferuar e ne janë domethënë nga shqiptarë sepse luan për Kosovën momentalisht, është Fisnik Aslani. Po. Është super lojtar. Shënuesi që shënoi golin kundër Suedis, lojtari i Hoffenheimit në Bundesliga. Ka shënuar mos gaboj 5 gola. Ka treshur vëmendjen e Barcelonës, lexova. To janë, nuk e di, mund të jenë, shiko, Barcelona po kërkon një sulmues sepse vitin tjetër nuk rinovohet Lewandowski. I vetmi sulmues shqiptar që ka luajtur për Barcelonën është Reimana, nuk ka luajtur për Barcelonën B. Po ishte pjesë e Barcelonës. Ishte edhe një herë Mana ka qenë edhe debutoi ai më futi. Jo, te Barcelona, jo, e ke gabitur. Kam idenë që luajti pak minuta një ndeshje. Ka qenë në stol. Disa ndeshje në stol. Në 3 ndeshje në stol.
dhe me trajnerin Kike Setien dhe nuk arriti dot t'ja jepte as një minutë, as i zvendosues. Jo, Kam idenë që kam patur dhe unë që të hynte Manaj sepse e mirë, se sa i ke ndikur ti Barcelonën se kam ndikur. Jo, e kam patur shpresën që të hynte dhe nuk ka hyrë. Por ky lojtari kishte debutuar pak sekond, pak minuta me ekipin e parë. Madje mirë është mos ta lexosh edhe një herë se ndoshta. Jo, nuk ka debutuar në asnjë moment. Jo, unë kam ndikur çdo lloj ndeshje. Tifozi i Barcelonës. Po thoya për Fisni Haslani që nuk më bën ndoshta mund të si thashë them i tejskajshëm, por që nuk më bën çudi për nuk është pa gjë. Jo, shiko, Barcelona po kërkon një tipik të Lewandowskit ose një lojtar me si të thuash me gjatësinë ose me formën trupore, fizikun e Lewandowskit, sepse Flick e kërkon të tillë, një nënç të pastër, domethënë 7 lart, ta ketë për të gjitha. Që ti aty të merroj mbrojtësit. Po, dhe tek Fisnik Aslani ka një kontratë te Ofenimi në momentin që u firmos, ku bëhej fjalë që nëse një klub i madh do të trokiste në derë, klauzora e lirimit të tij është 30 milionë euro dhe nuk do të lëviz për 4 vite të ardhshme. Kështu që me 30 milionë euro Barcelona nuk i ka as 30 tani momentalisht, është mersish das mua dhe ty nuk na blet dot. Të rim rezerve, kupton? Sepse është shumë e keqe situatë. Barcelona po tregj vetëm lojtar pa kontratë ose lojtar që ju kanë përfunduar kontrata. Krizë domethënë. Gjithsesi 30 milionë euro nëse ky lojtar shkon në një shifër golash në fund sezonit në 18, 19, se edhe këta që u shitën 89 e ke tike 90 milionë euro. Pra edhe këta nuk është se sezonin e parë nuk 20 gola bëri, e kupton? Po. Dhe kur mund ta marrësh me 30, kjo është strategjia e Barcelonës. Pse ta marrim me kur ti shkoj ajo klauzola 90 milion ose kur të shkoj 90 milion vlera e tij. Aslani, sa vjeç është? Mos gaboj, është vetëm 21 vjeç. 21 vjeç, një futbollist që Kosova e ka gjetur Murishin e dytë tani. Janë të dy, domethënë nuk e hiq dot asnjë nga formacioni. Eshin këta Zhegrova, Rashica, Pafrik dhe Joçi, trajneri Foda sepse e kam thënë është trajner, domethënë guzimtar. Është është gjerman dhe gjerman në karakter. Gjerman si janë si Flick. Domethënë që s'ka me këta gjermanët nuk bën dot. Domethënë 5 minuta apo vajte me vonesë, more fund. Po. Mirë, kemi ndonjë legionar tjetër që do ta përmendesh, ka bër gol për shembull Yasir Hasani me ekipin e tij. Ku i bën ai golat ai nuk e di. Më le tash. Jo më. Ti me kthehet kështu me të majtën. Këto kampionate janë kampionate pa vlerë. Domethënë kështu që nëse luan në kampionat pa vlerë, mund të bësh gola sa duash, ti nuk vjen me në kombëtare. Gjithsesi Hasani është miku i ngushtë i Silvinjos sepse e çoi në Europian dhe Mana është miku i ri i Silvinjos që po e çon në botërore. Ja kështu është ideja. Ne shpresojmë shumë që ata të shkojnë në botëror, ta shohim mirë kombëtare në botëror. Ajo do të na çojë jo Mana, po kush të doj. Ai do të më ndra më madhe pastaj kur edhe finala Argentinë-Shqipëri po ka mundësi. Endra jote. Tani edhe një hapësirë në këto minuta të fundit për Champions League. Janë luajtur të martën dhe të mërkurën, ndeshjet me këtë formatin e ri që unë vazhdoj të insistoj që s'më pëlqen fare. Ti thua është spektakël. Po shiko, do ta lëm një emision enkas me vete, vetëm për ta ndarë. Do marrim edhe të ftuar. Po patjetër që do marr një unë, do marrësh edhe një ti. Edhe një. O çfarë, ai shoh. Jo, unë do të them. Ai miku tim është kam mendimin tënd, kështu që unë do vi vetë merr këtë duash. Unë do të them vetëm kaq, ekipet nuk kanë interes të fitojnë 2-3 ndeshje të rëndësishme në grup. Për shembull, luan te DA Juventusi përballë Real Madrid. Jo, nuk është se s'kishte, më kishte se Juventusi u zgjua në fund fare u kuptua. Ja, mos Juventusi edhe pjesë të parë pati. Asgjë s'pati Juventusi në pjesën e parë. Juventusi u zgjua 10 minutat e fundit. Po jo, pse sa filloi pjesa e dytë Vlahovic del vetë për vetë me portierin tash. Mirë, Juventusi, jo më, e kam, shikoj, nuk po them për të ndeshje specifike. Dua të them këtë. Ekipet nuk është se kanë ndonjë problem nëse u mbasin 2-3 ndeshje, njëra me tjetrën, domethënë i ka humbur rivaliteti, këtë dua të them. Jo, nuk është e vërtetë. Po i ka humbur mos e nëse Juventusi nuk i bëhet vonë, se u mbet me Real Madridin dhe fiton pastaj me një ekip të dorës së dytë, kualifikohet, shkon në fazën tjetër. I ka humbur, ishin vetëm 4 ekipe në grupe dhe duhet të përplaseshin aq fort sa një humbje vetme të rrezonte nga grupi dhe të eliminonte nga ky kompeticion. Tani ti ja fal ke luksin të mbasësh 3 ndeshje, të fitosh 5 të tjerat edhe të kualifikohesh. Po jo, mos e do luash një fazë më shumë, pse ta luash? I ka humbur interesimi, i ka humbur rivaliteti ekipeve. Qëndron pak kjo që thua ti. Po shiko. Kjo s'më pëlqen mua. Vitin e kaluar, po të shikojnë në Teçe kishte ekipe Monaco, kishte Aston Villa në Teçe. Dhe kaluan në Teçe vati deri në gjysmën finale. Shkuan ekipe deri në gjysmën finale këto. Dhe tani
puna ashtu që këtë vit po e vlerësojnë ekipe Parisi, Barcelona, Bayeri, Reali po e vlerësojnë që të kapin teçen. Gjitha lufta e ekipeve të mëdha bëhet që të kapësh teçen. Okej, fituan. Sepse për të kualifikuar bën një ndeshje më shumë. Po prap ka risk dhe ajo, sepse është ore përplasje ka lloj përplasjesh me ekipe të niveleve të ndryshme. Ajo që po them është i ka humbur disi interesimi ekipeve të mëdha sepse marrin lehtëshëm dhe shkojnë. Edhe pse u mbasun thot Juventusi me Realin, do fitojnë ndeshjen tjetër me një ekip më të lehtë dhe do kualifikohet. Po, hyn më kualifikohet prap. Kualifikohet, domethënë 8 të parat hyn direkt dhe nuk lozin fazë tjetër. Po hyn prap, do kalojnë në fazë. Po Juventusi vjet nuk hyri në teçe, luajti te kjo faza që po vllafite, u eliminua nga një ekip holandez. Jemi në limitet, duhet të më flasësh pak. Kështu që kjo është ideja, ato do luftojnë të gjithë për 8 vendet e para. Barcelona dhe Real Madridi fituan këtë. Po, këtë javë. Po dhe tani përballen ditën e Tani kemi El Clasicon që ti mezi po e pret besoj. Jo. Apo je i friksuar? Jo. Pse? Si optimist? Nuk është me, jam edhe optimist. El Clasicon ju lutem regjis në ekran sepse dua të dëgjoj Petrikën çfarë parashikimi do të bëj për këtë ndeshje. Barcelona vjen një moment shumë i vështirë për arsye sepse po pësojmë gola. Po pësojmë gola, mbrojtja nuk është më stabile dhe është momenti keq për ekipin. Domethënë nuk e di si do të shkojë situata në ndeshjen me Realin sepse po na kapin të gjitha ekipet, po na kapin ato offside-in nuk i di. Që kemi krijuar vitin e kaluar kishim ato offside trap në. Pra që gjithmonë i kapim lojtarët në pozicionin shkojë. Nuk je optimist në këtë ndeshje. Këtë vit po na çalon, po na dalin Girona, Sevilla. Si del me Realin Moleri Girona. Po ja dhan ato raste që lan Gironës dhe Sevillas me ato offside trap që nuk funksionojnë. Po ja lan Mbappés. E kanë shumë keq punë. Gjithsesi prapë jam optimist. Shpresoj të shohim një ndeshje të madhe, një El Clasico të vërtet ashtu siç e kemi parë gjithmonë në ndërvite. Jemi në fund të thashë the me sport edhe për këtë të enjte. 60 minuta kaluan shumë shpejt. Do të rishihemi sërish të enjten e ardhshme. Deri atëherë mirupafshim.